Hyri në kështjellën Light Rock për të marrë më shumë formula magjike, por asnjë se pa. Askush s'mundi ta ndalonte. Si gjithmonë, la shenjën e tij, shenjën e Valtorit. Nuk mund ta besoj. Si është e mundur që një njeri vetëm të ketë kaq shumë fuqi? Tekna, Valtori s'është njeri. Është magjistari i errësirës që po mundohet të grumbullojë sa më shumë fuqi. Prandaj duhet ta ndalojmë përpara se të marrë gjithë formulat tona magjike dhe të bëhet i pafyeshëm. Por si, ne nuk kemi se ku ta gjejmë. Do të fillojmë me vendin e fundit që sulmoi Light Rockun. Ai duhet të ketë lënë patjetër ndonjë gjurmë magjie që do të na ndihmojë ne për ta gjetur. Digitjejt mërshëm! Qeta Tekna, i peqi bëra kësaj mostrës se shumë duarut. Të lumt, por tani të lutem dil sepse më duhet kompjuteri. Duhet të ikim në një mision për të gjetur se ku ndodhet Valtori tani. Më kupton Digit? Wow, është sa po t'jap fund me këtë dhe do vi me ty. Je shumë i madh për shijet e mia. Ha ha. Shihemi më pas. Më vjen keq që të ndërpreva Digit. E di se sa shumë të pëlqen të luash në kompjuter. Është një loj koti Tekna. Jam gati për një luftë të vërtet tani. Kur do ikem? Digit, s'mund të vish me mua. Ti je shumë e vogël dhe ky mision është shumë i rrezikshëm. Nëse të lutem, trego më e kujdesshme. Mos u shqetëso, do ta pastroj më vonë. Pixi, dëgjoni me kujdes. Valtori mund të përfitojë nga rasti që ne jemi këtu dhe të hyjë në Alfea për të vjedhur formulat tona magjike. Kështu që tregoni të kujdesshme. Mos u shqetësoni, zonja Faragonda, po flet me Pixin në kalimin. Do të vendosim nga një formulë magjike në të gjitha hyrit dhe daljet e shkollës. Faleminderit, Loket, por ti e di që ne kemi një magji shumë të fuqishme që mbron shkollën. Këtë. Mos e merr si diçka personale. Ajo gjithmonë sillet sikur e drejton ajo shkollën. Digit, po ajo vërtet e drejton shkollën. Ajo është drejtoresha. Më vjen keq Hiko, por sot nuk mund të vish. Je shumë i vogël. Po çfarë po ndodh sot me ju? Mendoj se do zvoglohemi akoma më shumë nëse të gjithë vazhdojnë të na quajnë kështu. Të lutem, kujdesuni për Pifin, në rregull? Oj, nuk e di, Leila. Mendoj se do mund ta përballojmë këtë. Të pilotos këtë anije kozmike duhet të jesh e stërvitur. Kujdes! Një dritë e papritur nga hapësira! Ekran mbrojtës! Unë mund t'i ofroj emocione të forta. Vërtet? Unë mund t'i bëj atij një portret, si ke këtu. Po! Ja ku e ke. Shoh që pas ke marrë mësime pikture. E kuptoj, s'është e vërtet është një iluzion. Sigurisht, dhe me iluzionet e mia do ta fitoj Valtorin. Ndroje, budallaqe. Hej, pse mërziteni? Valtori nuk është burri vetëm në dimensionin magjik. Po e thua këtë nga që e do për vete. Në asnjë mënyrë. Është shumë i ftohtë dhe mashtrues. Stormi ka të drejtë, ne të dyja e shohim se si e sheh ti atë. E pastaj, le të theni që e dua për vete. Unë jam më rëndësishmja nga ne të treja, kështu që më takon mua. Në asnjë mënyrë harroje këtë. Mjaft, motra, çfarë po ndodh me ne? Gjatë gjithë kohës që kemi kaluar bashkë, nuk kemi zënë asnjëherë kështu me njëra tjetrën. Duhet të ketë një mënyrë për ta zgjidhur këtë gjë pa grindje, në paqe. Sigurisht, ma lini ta mbaj unë. Kjo është e vetmja mënyrë pa grindje që mua më vjen ndërmend. A si një nga ato zanat e vogla që rinë me wingsat? Çfarë? Çfarë the? Kuptua gjë? Ja, po flet gjuhën e bebeve. Prisni një minut, më erdhi një ide. As janë piksat një tuf me formula të vjetra magjike? Hajmali e gjëra të tjera? Sigurisht, si të gjitha qeniet magjike. Pse po pyet? Sepse mund të jetë zgjidhja e problemit ton. Ajo që do të gjeje para koleksionin e formulave magjike të piksave, do të marrë Valtorin. Ç'mendoni?
Situata sa vjen e po bëhet edhe më interesante. Le të shkojmë në fshatin e piksave, atje ndodhen formulat magjike. Stormi, e dashur, ti haron se piksat kanë ndërruar vendodhje që kur ne shkuam atje dhe morëm doshkrimin e vjetër. Atëherë le ta bëjmë piksin e vogël budallaqe të flas, më pas do ta kuptojmë se ku ndodhet fshati i tyre i ri. Vërtetë? Po ne nuk e kuptojmë se çfarë po thot. Ai si, po më habit, se di që këto piksi s'udhëtojnë asnjëherë vetëm. Duke shtypur pak të piksin, do të jetë e mjaftueshme që të tjera të dalin me një herë. Sa herë keqe! Anije kozmike, eja me një herë këtu! Kapa! Eja këtu, ti vogël sirk! Livi, shko dhe thërrit piksat e Alfeas, ndërkohë unë po i mbaj të zëna. Në rregull, po ikim e vrap, dua të them po fluturoj. Nxito, Livi, piksat e tjerë janë në ceremoninë magjike të pyllit, dhe fshati është komplet i pambrojtur. A jeni të sigurta që s'do të bëhem më keq? Më keq se kaq. Më beso. Do të kujdesem unë. Në rregull, nëse thua kështu, po të besoj. Po kërkon Darsin, ajo iku. Dhe nëse nuk nxitojmë, ajo do të fitoj. Po atëherë çfarë po presim? Duhet të presim që kjo kompresa e ftohtë të bëj efekt. Ndërkohë duhet të rish e qetë dhe të mos flasësh. Në rregull? Mirë, në rregull. Tani le të flasim pak të dyja. Si thua se kur të bëjmë një marrëveshje, vetëm ne të dyja pa Darsin, bashkohemi për të gjetur fshatin e piksave dhe pasi të kemi gjetur formulat magjike, harrova, më vetëm mos flas. Më do? S'më do? Më do? S'më do? Më do? S'më do? I dija që ajo më donte, por dua që ta tregonte pak më shumë. Edhe Musa gjithashtu, duhet të më falenderoj ndonjëherë që i pastroj dhomën apo jo, si thoni ju. Sa mirë duhet të jetë të jesh aq e vogël dhe e lumtur. E vogël? Çdo të thuash me e vogël ti? E vogël në kuptimin e vogël. E vogël ka disa përkufizima. Me të vogël mund të nënkupohet e kufizuar, e poshtëruar, ose e shkurtër. Se kishte fjalën për këtë, a? Ja, megjithse nuk jemi edhe shumë të gjatë ne. As të gjata edhe të mëdha sa të arrijnë deri në qell? Livi, ka ndonjë gjë që nuk shkon? Po, në fakt unë sapo përplasa kokën time. Nuk e kisha fjalën për këtë, po sha për kokën tënde ka një barierë mbrojtëse për rreth Alfeas. Fureri, funksionoi. Livi, a do të më thuash nëse të ka ardhur ndonjë mesazh për ne sot? Po harrova. Eja një shpejt, triksat mund të na sulmojnë. Piksit janë të gjithë në fshat. Dua të them, jo, kjo s'është e saktë. Mos u ngjito, lexoje letrën që ke. Në rregull pra, thesaret e formulave magjike që ndodhen në fshatin e piksave janë në rrezik. Të gjithë piksat që janë në këtë ceremoni magjike duhet të vini të na ndihmoni me një herë. Vajza, duhet të shkojmë në një mision tani. Krijesat të vogla të pyllit, le të shkojmë të kërkojmë drejtoreshës që ta ngrejë barierën magjike. Mirë, ju do të më thoni se ku ndodhet. Jo, do më thonë mua se ku ndodhet. Jo, do të shpëtoni nga mua vetëm nëse ma jepni informacionin që kërkoj. Tabu pas me! Ju gjëra të vogla, si ju pëlqen rrotullaniere? Hey! Me to, si fillim do të hipnotizoj dhe më pas Do ta marrësh informacionin dhe do ta mbash për vete, po përpiqesh të tregosh më shpejta, je njësoj si ai si madje më keq. Zërasi tani e kozmike! Ju falenderojmë për thirrjen dhe ju themi
Ato kafshët e bezditshme nuk duan të bashkëpunojnë, atëherë do ta bëj sipas mënyrës tim. Nëse fshati tyre I fshehtë është në mes të këtyre pemëve, do ta gjej. Vocërake, ku jeni ju? Dilli, nuk duam t'ju bëjmë keq. Si thua si kur të ndahemi, Darcy? Në rregull, por më parë më duhet të them diçka. Çfarë është kjo? Për pak më parë, shpresoj të mos mendosh që doja të të mashtroja, apo jo? Sigurisht që ja. Në fakt, unë dua që ti ta dish këtë gjë, ta fitosh ti këtë garë, por pas meje e dashur. Hajde, piksa të vogla, dilni. Krijesa kaq delikate dhe të ndjeshme si puna juaj duhet t'i adhurojnë lulet e bukura dhe të këndshme. Do t'ju gjej. Juhu, thojni Darcyt se ku Po jeni. vjen këtej, je gati për të ikur? Po marr përsipër një rrezik të madh. Më ndiq. Oh, ju kapa. Ndikjon. Jo, ngajon. Nuk e asi. Loket, ndaloj një sekond, të lutem. Po ku jemi ne kështu? Nuk e di. Ti e gjeta korridorin që na çoi te bariera e Faragondës, por mbasi kjo është shumë e vështirë për ty. Tani u do ka si një zanë, apo jo? Mendova se rruga e dur ishte andej, Dakor, po ti që të show. Po rruga e dur, për ku? Ai nuk është drejtimi I duhur për në fshatin e piksave. Më parë duhet të gjejmë bazhin edhe glimin, sepse mund të jenë në rrezik ata të dy. Hej, dëgjoni, po kontrolloja sferën time magjike për rrugën e dur dhe pash triksat. Ato kanë kapur bazin dhe glimin. Dua t'i shpëtojmë. Nxitoni. Hej, po Livi, ku iku? Më thoni kush fshati juaj? Hej, nuk po kuptoj asnjë fjalë nga gjua juaj e parëndësishme, në rregull? E parëndësishme. Amora, shiko atje dhe mundohu të gjesh se ku ka shkuar Livi. Ka ndonjë gjë që nuk shkon? Mos flisni për një minutë. E dëgjuat këtë? Oh, flisni, vocërrake. Sipas ndjesive të mia, është Darcy. Hej, vajza, jam këtu lart, shikoni këtë. Tani është rradha ime t'ju habis. Wow, anije kozmike, ç'a bate? Mos më thoni se mendoni se kam frikë nga ju pleshta të vegjël. Si quajte ti? Pleshta, I quajta pleshta. Tani ka ardhur koha për pak dezinfektim. Daja im që ishte shkencëtari adhuron të pleshtat. Ai mendonte se ato është një specie të modës, sepse mund të shkojnë nga do dhe nuk I kap dot asnjëherë. Jo, të luta, mos e bëj këtë, s'duroj do të më gutulisim. Asgjë, mbasës janë krijesa ujore. S'ka mundësi që ajo ta gjej fshatin e piksave për para meje, apo jo? Dakor, por u kënaqem me të vërtet. As është turp që gjërat më të bukura në jetë janë ato që zgjasin më pak? Hajsi, më bëhet qefi që po të shikoj. Doja vetëm të thosha që nuk mund ta prishim miqësinë tonë për një mashkull budalla. Unë jam plotësisht dakord, gjithçka në rregull, zonjusha. Tani po, me që jemi sërish bashk, le t'u japim piksave një mësim. Ke të drejtë, sa më shpejt ta bëjmë të, aq më shpejt Valtori do të jetë I imi. O përpiqen me çdo kusht që të më bëjnë përshtypje. Filloni të veproni kafshizat magjike. Ejani, shpejt! Jo po bëhet qesharake. Është shumë e vështirë t'ju kapësh, jeni shumë të vogla. Ja ku po na thërasin sërish të voglane.
si kur të ishit pak më të mëdha. Prisni një sekond. Tani nuk mund të më bezdisni dot më. Oh, jo, Kiko! S'është e mundur. Oh, Kiko, ku jeti? Pasi ka ikur. Shumë i rëndë. Kjo është shumë keq. Lumi do të mërzitet shumë. Duhet të shkoj ta lajmëroj, po fluturoj. Jo, ti nuk e për t'i ikur askund. Unë jam Pixi dashuris. Unë duhet i dua të afërmit e mi, jo t'i shtyp si insekte. Baba! Kiko, sa i lumtur që jam. A je mirë? Kiko, jam unë, Digit. Mos u frikso. Tani do t'i mësoj këtyre të trejave të kenë më shumë respekt për krijesat e voçklasine. Të voglate, ti je më i madh se zakonisht. Je i pazakont, je gjigant, je madhështor, je i veçantë, je i tepruar, je vegan, je titanik, nuk di më se çfarë të them se sa i madh je. Në rregull, Tuna, e kuptoj ku do të dalësh. Mundosha të tregosha saktë, Digit. Me që jam kaq i madh për herë të parë në jetën time, do ta shijoj me të vërtetë. Më duket ti bëra shumë të mëdha. Po tani piqiruke? Pra, akoma nuk e ndërmend të na thuash se ku ndodhet fshati Piksave. Unë nuk do të bëhem tregtar. Shumë keq. Nuk besoj se do të durosh të rish edhe për shumë kohë në të ftohtë. Shpejt, duhet të bëjmë diçka. Digit s'do t'ja dal dot më. Po, e di, më lër të mendohem për një çast. Pak më parë lexova diçka shumë interesante nga Icy. Çfarë është? Çfarë po shikon? Oh, e gjeta, shikoje pak këtë. Ndodhet një mashkull në jetën tuaj dhe ju po prisni që ai të bëjë zgjedhjen e tij. Mes Icyt një bukurie që ndrit, Stormit një grua me emocione të forta dhe Darcyt me mënyrat e saj. Këvall do të zgjedh ai. Është akoma i pavendosur, por unë Pixi dashuris mund të ndikoj se me këtë bjerë në dashuri. Ajo që duhet të bëj është të hedh pak plur Pixish në atë që do të zgjedh ai. Ma jep me një herë atë gjën. Ti më parë duhet të lirosh Digit. Kush mendon se je ti që t'na japësh në urdhra? Kjo lojë mbaroi. Valtori, po të ishte këtu Tekna do t'ja rregullonte qefin atij. Ky konkurs qesharak mori fund. Më nevojiteni për betejë shumë më të rëndësishme që do të vinë më pas. Nuk mund ta besoj, sapo shtypa Darcyn edhe Stormin me një herë. Po të mos ishte kaq e frikshme, do t'ishte zbavitëse. O, sa keq, kjo gjë po më pëlqente më shumë se lojrat elektronike në kompjuter. Icy shko bashkohu me të tjerat. Më pas më ndiqni mua. Ha, ja ku qenke. Vetëm një sekond, do të dal dhe mund ta marrësh kompjuterin tënd. Jo, mund të rish sa të duash aty. O, po mirë, po nuk me thua që është gjithë kjo zemërgjërsi. Po ja, pa ndonjë arsye. Kur dikush ikën nga shtëpia për pak kohë dhe kthehet, mendoj se duhet të tregohet pak. O, Tekna, mos u bëj si fëmijë tani. Ne qëndruam larg vetëm për disa orë. Hej, Tuna, si thua sikur ta rregullojmë bashkë dhomën, a? E po unë kam diçka tjetër për të bërë. Të vjen keq? Urdhëro. Por Mos e keni parë Kikon? Kjo është e çuditshme. Kur kthehem nga ndonjë mision, ai është i pari që më përshëndet. Nuk po e kuptoj. Ha, në disa misione ne nuk gjenim asnjë gjurmë të Valtorit. Shumë gjëra të çuditshme kanë ndodhur sot, apo jo, Musa? Hej, vajza! Pixit dhe Kiko kanë parë Valtorin sot. Kanë parë? Po, dhe me sa duket, ishte Digit ai që ja doli mbanti përzinte. Faleminderit të gjithëve, por që ja dola mba vetëm.
E bëm që të gjithë bashk. Pixi, Kiko dhe gjithë kafshët me flatra në pyllin ton. Oh, sa I pakujtesshme që jam. Me gjithë këtë që po ndodh, unë harrova të hiqja barierën. Në bazë të asaj që ndodhi sot dhe fal përpjekjes së Digjit, tani e dim që Valtori ka akoma kutinë e Agadorit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, meqense sot nuk gjetëm asgjë tjetër. Digjit, sot ishe me të vërtet një ndihmë e madhe. Në fakt do çuditeshit se sa ndihmë e madhe isha sot. Wingsat e filluan udhëtimin e tyre në territoret e pa eksploruara prapa barierës në kërkim të mbretërisë së artë legjendare. Mbas atje, ndodhet fuqia që do të ndaloj Valtorin. If you're a Winx, there's a place for you. Need 1,000 friends to share your dreams and faith. If you're a Winx, you can never lose. If you trust your heart, you will then fly so high in the sky. Butterfly wings will carry you. Amazing adventures wait for you. Dreams beyond your illusions will soon come true. Secret worlds to discover ahead of you. Like a giant